Kampionati në ligën e parë të futbollit për vajza vazhdon nesër me ndeshjet e Xhiros së 11 të sezonit vjeshtor. Lideri në rënditjen e tabelës, skuadra e Lubotenit nesër në stadiumin tek qendra sportive do të përballet me ekipin Sasa Kamenica, ekip i cili në 10 xhirot e kaluara ka regjistruar 6 fitore e 4 humbje, që do të thotë se kjo përballje mund të konsiderohet edhe derbi i kësaj jave. Takimi mes Lubotenit dhe Sasa Kamenica zhvillohet nesër me fillim në ora 12. Një ndeshje tjetër interesante nesër zhvillohet edhe në Strug, aty ku do të përballen AS United dhe Istatov 2015 Skopje. Ndeshja në fjalë fillon në orën 14:30. Në ndeshjet e javës së 11 që zhvillohen nesër takohen Vardari 2023, Tiveria Brera, AS United, Istatov 2025 Skopje, Luboteni Kamenica Sasa, Rečica Koçani dhe Skopje 14 Top Gol. Kujtojmë se tabela në ligën e parë për futbollin e femrave kryeson Luboteni me 28 pikë, para Skopjes 2014 me 27, Tiveria Brera me 21 dhe AS United në pozitën e 4 me 19 pikë.